Buri që gjen një tunel të çuditshëm në oborin e shtëpisë, nuk u beson syve kur sheh çfarë ka brenda. Ndërsa gërmonte oborin e shtëpisë së tij për të mbjellë një kopësht të ri, Jasper, një historian amator nga fshati Maine, goditi diçka shumë më të fortë se një gur. Ishte një unaz metalike e ngjitur në një derë druri, e kamufluar nga shtresa dheu dhe bari, që të çonte në një tunel që dukej i paprekur nga koha. Ai zbriti shkallët kërcitëse, me elektrik dore në dorë, duke u përgatitur për të panjohurën. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqim dhe siguroni që të abononi nëse nuk e keni bërë, dhe goditni zilin e njoftimi në mënyrë që të mos u mbisni asnjë histori të re të burrit që gjeti një tunel të çuditshëm. Këmbët e Jasperit po dridheshin ndërsa ai ngadalë u fut në tunelin e errët. Ai ishte i befasuar sikur më parë për këtë. Ai kishte jetuar në këtë shtëpi dhe zotëronte këtë pronë për pjesën më të mirë të 15 viteve. Ky tunel duhet të mbyllej për të paktën atë kohë dhe ndoshta edhe më gjatë, nga shenjat në derën e hyrjes dhe faqosja e vet tunelit. Jasper vrapoi shpejt për të përshëndetur Monikën dhe për t'i shpjeguar gjithçka. Edhe ajo mbeti e habitur nga zbulimi. Ajo mezi kishte pritur të kthehej në shtëpi me një kopësht në punë, jo në një tunel të fshehtë të thellë në tokë. Por ajo gjithashtu nuk mund të mos ishte paksa kurioze se çfarë mund të ishte atje poshtë, dhe kështu vendosi të bënte disa kërkime, ndërsa Jasper do të bënte gjithçka dhe gjithçka